Naim Thrashri, Kënga e 6, Qerbelaja. Se mund djalli Perëndin, as ma vjeja Alin, se s'mundet mirësia, zbie poshtë Perëndia. Një emër që ron për jetë, thua është Zoti vet. Aliu zemrën e kishte tri me shumë e nuk e prishte me fjalë plot ëmbëlsirë zih t'i bi në udhë të mirë, të mblidh mend të njerëzia e të ngrihej ligësia. Po kur ma vijeja fjalë dërgon dhe kartë e të falë, vëndin i thotë të ndajmë kështu zihje në talajmë, unë Egyptën e Sirin ti Persin e Arabin, Aliu nuk i sill besë, pas ju përgjigj ma vijes, se ndryshe thosh, ndrysh bënte, të vërtetën nuk i gjënte. Më njanë pa që kërkonte, ma në teatrë dërgonte, vëndet një nga një i zinte e njeri të gjallës linte. Lufta ishte e paprerë, e gjaku derdhe i përherë, njerëzia hoqi shumë, punët ishin për lumë. Më pastaj dërgoj besherë, me shumë shokët të tjerë, ven e zënë Medinen, bën e bu hyzeren, pa i derdhe në meqesë e bëjnë të mavijesë. Aliu nis Harithen, e zu prapë Medinen, unë grit e bu hyzereja e iku nga Medineja, dhe ve hapi zu me qenë, prapë si ishi në men. Po bota ish trubulluar, njerëzia ish tërbuar, burit po i binte e dy gurë bashkës linte. Donin të avristin Alin, dhe ma vije faqezin edhe amrin e pabes, se njeriu si mbet shpres. Pa thonë në Sham van edhe ma vijes Iran, se vran po e plagosnë, nuk vdiq se edhe sjusosnë, edhe në Egyptë van të vrisnin amrin tham, e atje thonë lathitnë, se njohnë e teatrë goditnë. Të dy të liq të shpëtuan, pa Aliu t'u lëshuan të vritnin me të pabes, mos pacin nga Zoti ndjes. Abdurrahman i Mylxemit, i Rem i bir i të Remit, nga Egypta ishte than, nga ata që vran Osman, dhe ca thon ish nga Jemeni, Abdurrahman zemërqeni. Thonë ky ish zemëruar nga ai Zoti lartësuar, se një kord i preu më parë, Aliu s'ja kishte marë, i kishte thënë se dua, se kjo nuk është për mua, kjo të duhet një ditë që të mbaron të shporosit. Ca një grua kanë thënë që ish e bukur si hën, Abdurrahmani e donte, po ajo paj i kërkonte, gjak në Aliut, tani në shi si e shit bukurin, as po kshu edhe shenjt janë armikët e ti e vranë. Po këto më ngjanë të reme, janë gjithë e thashetheme, ishte gisht i mavijes, punë dhe elprës së pabes. Aliu vetëm shëndinte, madhërit ai si dinte, nuk mbante shërbëtor, po shkonte me shkop në dorë, të varfërit i donte, keq t'i bënin nuk mpshonte, dhe pleqët u bënte nder, u vi në shtëpi nga herë, dhe foshnjët i përkëdhelte, zemrën u acelte. Nata s'ishte shumë e gjatë, Zoti ynë u ngrit me natë, vatet t'i falej për jetë ati Zoti të vërtet. Shpirti edhe mendja tia ishin te Perëndia. Abdurrahmani se gjeti erdhi tek falej e gjeti, së prapi me të pabes, hoqi kordën në ta pres, qeni qetë po si hije, shti e në kokët i bie. Pas asaj rojti 2 ditë, pa u fut drita në dritë. Në Nexhet shokët e shpun, po, e madhe pun. Miqtë Alin e qanë, të parë vunë Hasan, ka vdekur pa ndeh një val, a y për jetë është i gjallë, se s'vdes kur urtësia, nuk humbet Perëndia. Ai dhe sot është i gjallë për atë që i ka mall.
Mishtë vun Imam Hasan që ngjan së gjithash me tan, kishte gjithë urtësinë dhe mendjen e diturinë, mirësitë si ati dhe Imam Hasani pati. Mavieja u harbua thosh, s'ma del dot njeri mua, mblodhi gjithë mizërinë të rëmbente Arabinë. Miqtë e Aliut su kthyen, shpirtin e tyre se lyen, si dhe Abdullah Abazi miqësin e tij se zbrazi, që e kish kushëri të parë nga një vatër ishin darë. Pasu bë me Mavien, nuk e peshoj fare qenë. Zijasi ish me Alin, e urdhëronte Persin, i këllasën djallëzit, i apën në gjë e mitë, e gënjen edhe rëmbejn, e me vete e këthejn, pa ngjisin shumë të reme, të prapë ta thashetheme, edhe më së fundi thanë që e kish atë e Bu Sufjan. Ish vëllai Mavijes nga një mëmë pa martes. Gordikau i laviçna e bëri vëlla dobiçna, pa e mori të vëllam e mbante gjithë një pranë. Të parët duke ndarë tutjet hu si kusarë, gjithë botën e ropnë edhe me gjë nuk u ngopnë. 20.000 kordetar Imam Hasani ka marë, i derdhe të Mavijes me ushtri të qofes, po ata të mallëkuar s'kishin zëmrë të qëruar, pa gjithnjë e gënjenin edhe fjalën e këthenin. Kishte vdekur mirësia, ishte ngjallur djallëzia, shumë herë helmi hodhë, shumë herë e ropën e vodhë, në luftë vetëm e lanë dhe së pshetasi Iran. A y fort mirë i njihte, po bënte sikur si shihte, pa dhe helmi se helmonte, edhe shigjeta se shponte. Qysh ra poshtë mirësia edhe humbi njerëzia, u bë bota e pabesë nga punët e Mavijesë. I dhanë breng e munduan, zemrën ja përvëluan. S'ka hequr njeri në jetë sa hoq Imami vërtet, nga to vat e tek do iku gjet një breng nga armiku. Hazezhi, një i pabesë nga ushtëri e qofesë, spat nga Perëndia Afrikë, i ra sa mundi me thikë në kofshët Imam Hasanit, edhe hipi ma Jemanit. Hasani tha, mos e ngisni, lereni e mos e vrisni, po shokët e tij e vran, nuk e dëgjuan Hasan. Nga jo plag sa u shrua, zemra ju përvëlua. Nga njerëzit e pabesë më si kishte mbetur shpresë. 40 herë helmi dhan, e me të pabesë Iran, dhe nërmisht e ti kur vinte armiku pa dëm se linte. E shi se ditë më ditë po shtoheshin djallëzit, pa i mblodhi njerëzin edhe nisi ligjerin. Unë tha, madhëris dua, nuk është punë për mua. Dua shumë urtësin, s'ma ka ënda marrëzin. Lufta, gjaku s'më pëlqejnë, dhe njerëzit që më rejnë. Usho që u bët të marë, sini si qetë më parë. Për ju dua të përpiqem, në zjarë të hynë e të digjem, të shpëtonj nga ligësit dhe të nxjerr të shihni dritë, se jini në errësirë, punën se kini mirë. Po ju zdashki Muhamen, qenkeni me Mavien, unë dita miqtë tanë, ju besua ki Sufjan, nuk e dashki lirin, kërkua ki ligësin, su pëlqejnë mirësit, andaj zgjodhët marëzit. Unë dua të bëjnë mirë, si im atë me mëshirë, juve një dizaj timat me të pabes ma vrat, doni me vrarë dhe mua, e përse, që pas kam hua, ju dashki Mavien, të vërë në goj fren, në të këqia të hedh, e të mbajnë në zjedh, edhe të ketën në dorë, si rob e si shërbetor. Gjithë kombi arabis që i vate pas djallëzis, mallëkim pas për jetë nga ju zoti vërtet. Më vjen keq për ju të gjorë, por pas këtaj hoqador, unë e shoh për të huaj, po shihni punën tuaj, se të mirën se pëlqeni, me të ligët e të shkëmbeni,
pa më qaf mos më bini se mua shok më kini. U ftoç nga njerëzia, u porç te Perëndia, e lash dhe parasin, edhe plënkën, edhe shtëpin, se po kaq të këqia si duron as Perëndia. Do t'i lutem Perëndis t'u ap udhën e liris, e t'u heqë djallëzit, t'u sjell në mendje dhe dritë. Zot i madh e i vërtet, pa dashur njeriu vet nuk ja jep djallëzit, si kundër edhe mirësit. Pas këtaj si bëfshi gjeçi, unë ikënj ju mirëmbeci. Kështu tha, dhe u mallëngjye edhe fytyra ju kthye. Merr udhën e Medines, e lë vendin e pabes. Shkoj në Medine Hasani, po atje ishte Mervani, në këmbë të Mavijes dhe i pari Medines. Mervani këllet një plakë që e kish sy të kuq flak, atë plakë si na thon e quanin Anson, pa ajo gënjen Esman, ta helmonj Imam Hasan. E shoqe e Imam Hasanit me aratit të Mervanit u bë grua e pabes, po, punë e Mavijes. Shumë i fal, gjë e mit, pa e prun ma atë dit. Esmasë helmin i prun dhe e vun në këtë pun. O po, e shkreta mit, qysh i dha kshu aratit. O Esma, moje pabes, ti të birë të Fatimes i dhe helmin e helmove, shtëpizën e shkretove, spate frikë Perëndie edhe tur prej njerëzie, mënd shkurtre e leshra gjatë turpërove gjithë gratë, sa të vjere pse si njave që u dha nder gjithë grave. Shumë herë i kishin thënë helmin po se kishin zënë, e shoqeja shumë i shturi këtë herë edhe smuri. Imami ynë atë ditë nga goja nxori mëlqit, ishte shtritur së shtyll edhe verdhur e bërdyll. Imam Hyseini i vate pa i tham, vëllat shpate, e pa shtritur e të verdh, lot si breshër ju derdh. Fëmijën e thëriti edhe ndënj i porositi, si të sidhen në jetë, qysh të jenë të vërtet. Më pastaj pa këzelan me Hysen Imam Hasan. Imam Hyseni më zdolli, pa gjithë brënda i sodhi, qani u tha shokë qani, se na la Imam Hasani. Qau me lot të vëllan edhe gjithë të qenë qanë, motrat e gjithë gratë, edhe plakat, edhe të ratë, me mallëgjim shumë qanë për Imam Hasan. Edhe ju syte mi qani, e ju o shokë zimbani, qaj, pa qaj o zemra ime, se më s'mëmbe në durime. Me nërë të madhë shumë e shpun në beki imam e vun, desh në tavinin pran Muhametit po silan, kishte duk fjale Mervanit, edhe të birë të Sufjanit. Ata që donin Alin e besonin Perëndin kishin gjithnjë dëshirë për njerëzi për të mirë. Pa gjithë miqtë e Hasanit nuk i ngjanin në Mervanit, si ngjanin as Mavijes e të tjerët të pabes. Vendin e të parit tën Aliu e kishte zënë, pa Aliu la Hasan dhe ai të vëllan. Atë vend njeri se zinte, teatrë nuk mund të rinte, Mavieja u shpengua, nga ato pun u gëzua. Tani as gjakën e Osmanit, as plagën e Mervanit, Mavieja si kërkonte, as ngoje t'i zinte donte. Rëmbeu edhe Arabinë, edhe Jemen e Persinë, dhe më i shtoj ligësit të remet e djallëzitë. E pat prishur parësinë, ngrehu në Sham mbretërinë, s'mbete një nga të këqia të tëra ishin të tijat. Botën po e mundonte, njerëzin e helmonte, njerëzit e ti e miqtë ishin gjithë të liqtë. Syfjanasit i prunë të tërë në pun i vunë, gjithë që ishin të parë që në rokës e kusarë, miqtë e Aliut ku qenë, ikën e muarë dhenë. Se Mavieja i zinte e të gjallë nuk i linte, i mundont e i helmonte, shtëpin u ashkretonte. Mi gjithë këto guxonin Alinë e Malkonin, nëmnin fëmijën e tia, shumë duroj Perëndia. Papo duke shar Alinë shpërndronin Perëndinë.
Tu bëfsha Zoti vërtet, si se prishe këtë jetë, më pastaj për me mos dalë në shesh në një e pshektë fjallë e muar dhe esmanë syfjanasit edhe e vranë. Lanë foshnja të pamëm e bënë mëngjesë mbrëmë. Ditën e bënë natë, i lanë pamëm e atë, mundi dritën e rësira, mbete liga, vdiqe mira, e vërteta umbulua, gënjeshtra u lulëzua, ma vijeja ditë e natë në të ligë në mëkatë ish njeri i shëmëtuar, edhe shumë i skurtulluar, hante sa hanë trekuaj, e sa hanë pesë buaj, edhe një fjalë kur fliste njerinë si kur e vriste. S'kish më vete një të mirë, pa ishte shumë i pështirë, ligësit shumë i donte, një dit pa dëm se shkonte, s'kish në zemrë më shirë, dhe mëndjen e kish këllirë, njerëzit e ti i ngjanin, njerinë me dhëmb e hanin, si mervani e të tjerë, mjerë njerëzi e mjerë, ish i ligë e ish i ndyrë, ish shumë e madhe më nzyrë. Miqt e Aliut që mben të gjithë i zunë e i prenë. I kërkuan me çdo anë e me të pabesi vran, pa pru Hyxrin e Adiut, që ish një nga miqtë e Aliut, me shumë shokët të tjerë të tërë burrat të ndjerë, u tregoi së pari varë që e kish hapur më parë. Mavieja vetu thot: tani mos mundohi kot, po në doni të shpëtoni Alinë ta mallkoni. Hyxri herdh u zemërua pa i tha: ç'fjalën a thua, nuk e mallkojnë Alin, se shpërnderojnë Perëndin, po do të shanjë Mavien që na shkretoj më mëdhen. Në më të ketë për jetë nga Zoti madh e i vërtet, dhe nga njerëzia e tërë me ç'punëra na ka bërë. Për të rojtur dhe 3 ditë ne si zemë ligësit, më mirë sonte të vdesim, se me turp të madh të mbesim. Dhe të tjerë të kështu thanë, pa i zunë e gjithi vranë. Nga ata burrat me besë, gjithkush deshi të vdesë, trimëri shumë rrëfyen, fjalën nuk e këthyen, se haruan Alin, as besën, as miqësin, shpirtin me gazë dhanë, fjalën e ligën, se thanë: o ju burrat e vërtet, u qofsha falë për jetë. Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e 6.
Nxitoni të regjistroheni tek Udha e Shkronjave, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.